studion e Koles Topallit është ajo atmosfera ose dhe fryma e tij që mlidhte si ajo bleta të nektarin e gjithë shkaje që kishte lidhje me gjuhën shqipe, të gjithë shkencëtarët nga të gjitha skajet e Evropës apo botës që kishin folur për gjuhën, qoftë edhe 3 rreshta për gjuhën shqipe, ishin të depozituar, mbeten të depozituara në këtë dhomë të shenjtë që unë kam kënaqësinë e rrallë që të flas për një njeri, për një vepër, pikërisht nga studio e tij. Me Kolesin kam patur 2 periudha njohje me të. 2 periudha. Në fundin e viteve 50 të shekullit kaluar dhe mbas viteve 90, mbas viteve kur Kolesi u angazhu në zhvillimet politike në Shqipëri. Në thënë drejtën, ajo përndike ti ka lënë gjurmë gjatë gjithë jetës, sepse kujtoj që vazhdimisht çosh natën tremshëm nga gjumi dhe thote, hajde ikim se po na ndjekin. Kështu që tikim vrap. Më thënë e vujtë gjatë gjithë jetës. Deri vonë. Pak e shumë e di jetën e Kolecit, më ka bërë përshtypje. Matesha me te dhe thoja po të më këshin ndodhë mu, çfarë pak e shumë ka përcy Koleci, në ato kohë të plumta, çfarë do kisha bërë, më bënte shumë përshtypje qetësia e tij. Domethënë, Koleci nuk ishte asnjë sens për atë marrje as shkencërisht, as njerëzisht. Në ishte një person që, nëse du ta them me një fjalë të antikitetit, ishte një pantarej, gjithçka rrjet. Kam lindur më 4 dhjetor 1938 në një familje të njohur të qytetit të Shkodrës. Periudha në të cilën ka kaluar jeta ime është e mbushur me ngjarje të shumta që tronditën themelet e jetës shqiptare. Profesor Koles Topalli i përket gjeneratës atyre të rinjve që lufta e dytë botërore i gjeti fëmijë. 6 vjeçar, 7 vjeçar do të fillonin jetën mbas vendosjes diktaturës. Për Koles Topallin që jeta një tmerr i vërtet, sepse u detyrua që të jetonte fatin e familjes vet dhe babai i tij, Nush Topalli, ishte një figurë e njohur dhe një mecenat i njohur i kulturës në qytetin e Shkodrës, një përkrahës pa rezerva i mjaft prej figurave si Fishta, Koliqi, Prenushi, po edhe njerëz të fushave të tjera. Edhe Nush Topalli vërtet nuk ishte shkrimtar, po ishte një mbështetës edhe i pa rezervë i veprave dhe i përhapjes dhe i promovimit të këtyre vlerave që qyteti i Shkodrës i kishte si pakush në qytetet e tjera të Shqipërisë. Pas vitit 1944, ku në pushtet erdhën komunistët, çdo gjë u kthye mbrapsht për familjen tonë dhe për shumë të tjera, sepse nisi periudha e kalvarit për ne dhe shumë të tjerë. Filloi lufta e ashpër e klasave. Më 1945-ën, familja jonë, pas disa kontrollesh, që e ndër të para që u nxorr nga shtëpia duke na lejuar të merrnim vetëm 2 valixhe rroba. Dyqani me të cilin bënte tregti babai u konfiskua dhe bashkë me të u shtetëzua tërë pasuria tjetër. Babai kaloi disa herë nëpër burgjet e Shkodrës për mospagim të tatimeve që sa vinin e shtoheshin dhe sa paguaj njëri vinte tjetri me shifra gjithnjë në rritje. Mund të ketë kaluar gjithsej rreth 7 vjet nëpër burgje. Kohë në të cilën për disa muaj e lanë vetëm me bukë e ujë duke mos lejuar t'i dërgonim asnjë ushqim nga shtëpia. Gjithë këtë kohë nuk e nxorën në gjyq. Dhe kur më në fund u bë gjyqi, ai kishte bërë shumë më tepër vite se sa u dënua, por prap nuk e liruan se nga burgu e internuan. Ngjarja më tronditëse për familjen e Koles Topallit ishte persekutimi që ndodhi pas dështimit të lëvizjes antikomuniste të Postribës, bashkë me atë që i parapriu kryengritjen e Malësisë së Madhe, të cilat qenë 2 kryengritjet e para kundër vendosjes
së diktaturës komuniste. Por, pas dështimit të tyre, regjimi komunist u hakmor mizërisht, duke burgosur e duke pushkatuar njerëz të pafajshëm, duke grabitur e duke djegur fshatra të tërë. Më kujtohet ende dita kur u pushkatua Daja. Ishte data 3 shkurt e vitit 1948, që herët, pa u gdhir ishin dëgjuar të shtënë armësh në Shkodër. Kjo do thoshte se fadzin të tjerë ishin pushkatuar pas murit të varezave katolike të Zallit të Kirit. Dhe qyteti i përgjumur, që s'flinte më, priste me ankth të mësonte se kush e kishte pasur radhën. Dhe vërtet, në shtëpinë e Seregjve, erdhi lajmi mandat. Bashkë me disa të tjerë ishte pushkatuar edhe Cini. U hap morti, një mort i pazakont, pa të vdekurin, madje dhe me shumë pak njerëz, vetëm ata më të afërmit. Sigurimi i shtetit kishte vënë njerëz në rrugë te dera oborit, që kontrollonin e mbanin shënim çdo njeri që vinte e hynte për ngushëllime. Kurse një grup rrugaçësh të organizuar për tyre thriste për armiqtë e popullit plumbin ballit. Vetëm në mbrëmje vonë, kur ishte erësuar plotësisht, erdhën miq të afërm duke u vjedhur në për rrugicën e ngushtë si hijet. Në kujtimet e tij për këtë periudhë hakmarrje, Kolet Stopalli përshkruan edhe e burgosjen e vëllait të tij, Gjenarinit. Viktime këtij terrori ishte edhe vllai im, duhej një edhe pre familjes Stopalli. Dhe me qënë se baba ishte në burg për tatime, dhe vëllai i madh vullnetar në thonjza në Hekurudh, i erdhi radha vllai tjetër, Gjenarinit. Në atë kohë djalosh 20 vjeçar, që u burgos dhe pas një viti e më shumë qëndrimi pa gjyq e nën tortura për të pranuar akuzat e falsifikuara, u dënua me 2 vjet burg me akuzën qesharake, ke dalje ke hap derën e oborit për ata që vinin në mbledhje dhe ke ndej roje gjatë zhvillimit të mbledhjes. Në një kohë që në shtëpinë e Seregjve nuk ishte bërë asnjëherë ndonjë mbledhje e tillë, por ishte vetëm një saim i sigurimit të shtetit për të dënuar njerëz të pafajshëm. Pjesën e mbetur të dënimit, vëllai e kaloi në kampin shfarosës të Bedenit të Kavajës, ku të burgosurit sfiliteshin në punë të rënda dhe vuanin për bukë e për ujë, aqsa kur u lirua me zi njihej, aq shumë ishte dobësuar. Koleci ishte fëmijë dhe do të shifte atë shkatërimin e total të familjes, internimet e familjes, do të ishte pjesë e internimeve, po për fatin e tij prej fëmije, diku ai arriti të shmangte ato peripecit e mëdha që pati familja, edhe pse ai e provoi internimin në moshat e fëmijës, ai arriti që nëpërmjet të afërmëve të tij të shkollohet edhe të dëshmoj interesat i jashtëzakonshme për kulturën, për gjuhësinë, po njëkohësisht arriti të ruaj në mënyrë të pacënuar vlerat e një intelektuali që nuk ishte e lehtë të krijojë pikërisht në periudhën e komunizmit. Atë vit, kur u internuam, unë isha 11 vjeç dhe ndiqja klasën e 5 të shkollës 7 vjeçare, që në ditët e para të prillit 1949, kur 2 punonjës të sigurimit erdhën në mëngjes herët dhe na njoftuan të bëheshim gati se do të na internonin. Nuk kishin fare dieni për çfarë kishte ndodhur, sepse para pak ditësh kishin folur në telefon me vëllain. Gjithçka u bë pas një njoftim dhe pas një gjyq avendim, madje pas edhe një shkresë. Në atë kohë, asnjëri s'kërkonte gjëra të tilla. Na lan vetëm një orë kohë për të përgatitur rrobat e për të nisur.
Për 10 ditë ndenjëm në oborin e degës në pritje të familjeve të tjera që do të internoheshin bashkë me ne. Aty, gjatë gjithë ditës, dëgjonim britmat dhe ulurimat e të burgosurve fatëzinj kur mbi trupin e tyre kërciste dajaku. Na mbyllin në një dhomë vetëm 1 orë në ditë, kur të burgosurit kishin orarin që dilnin në obor për të marrë pak ajër të pastër. Kjo bëhe që ata të mos kishin asnjë kontakt me ne. Kur ata mbylleshin në qeli, na nxirnin përsëri në obor. Pas 10 ditësh, kur u mblodhen edhe familjet e tjera që shtoheshin çdo ditë, erdhën makinat për të na transportuar. Na ngarkuan në karrocerinë e një kamioni të hapur. Rrugës heshtje plot. Asnjë nuk e dinte se ku do të shkonim. Një polic me automatik që na shoqëronte rinte në krye të karrocerisë në këmbë, ngjitur me kabinën e shoferit dhe nuk fliste asnjë fjalë. Sigurisht që për të ne ishim armiq të rrezikshëm dhe ai ishte ngarkuar që të na ruante se mos largohej ndonjë. Kaluam vorrën, lam dursin dhe vijuam udhtimin edhe për disa orë. Më në fund, kamioni u fut në një qytet dhe u ndal para një porte. Aty do të zbristim. Kishim arritur në destinacion, në qytetin e Beratit. Ky që stacioni i parë i internimit. Ndërtesa ku vendosëm ishte një han i braktisur në lagjen Çelepije. Në një dhomë rinim disa familje bashk. Pas 3 javësh, çdo gjë u bë gati për nisje. Të ngarkuar në karroceritë e makinave të hapura, përsëri me një polic që na shoqëronte, u nisëm. Gjithsej 7 makina në kolon, pa e ditur ku po shkonim. Si gjithnjë, destinacioni ishte sekret. Kishim arritur në një repart ushtarak në fshatin Turan të Tepelenës. U sistemuam në kazermën numër 3, që për fatin ton ishte mbyllur, ndërsa shumë të tjera ishin të hapura. Jeta në kamp që shumë e vështirë. Çdo natë bëhej apeli për të kontrolluar se mos largohej ndonjë. Të vetmet çaste gëzimi ishin kur shpërndahej posta, sigurisht pasi ishte hapur e kontrolluar nga drejtoria e kampit. Atëherë mund të dëgjoje emrat e shumë familjeve që jetonin prej vitesh në kampe. Gjomarkajt, Kupi, Miraka, Dineja, Dosti, Mulleti, Repishti, Melika, Dema, Bushati, Kazazi, Ndreu, Bajraktari, Kaloshi, Cenelezi, Previzi, radhje shumë të tjerë, të dukej sikur po shfletoheshin faqet e një libri historie. Pas 6 muajsh erdhi urdhri i transferimit. Lëvizëm përsëri këtë radhë më afër, nga Turani në Bënç, më pranë Tepelenës, përsëri në kazerma ushtarake. Në Bënç nuk qëndruam gjatë, vetëm pak muaj se përsëri erdhi urdhri i transferimit për në një vend tjetër. Destinacioni përsëri sekret. Pas një udhtimi të gjatë e të lodhshëm prej disa orësh, arritëm natën vonë në një vend të shkret ku s'dukej asgjë dhe s'ndihej asgjë përveç shushurimës së valve të detit. Dukej sikur jeta aty ishte ndalur. Ju ngjitëm një kodre dhe na strehuan në një kështjell me mure rreth 2 metra të trash, pa dyer e pa dritare. Ishim në Porto Palermo, vend ideal internimi e izolimit të plot, ku vetëm një rip toke na lidhte me pjesën tjetër të vendit. Por mua nuk më takoi të rija gjatë aty se posa arrita në Porto Palermo, u sëmura rënd dhe më çuan në spitalin e Imarës. Pas 3 javë isha në mes të jetës e të vdekjes, por në këtë luftë, kjo e fundit, u mund e një ditë prej ditësh e lash spitalin. Pas vitit të ri, për mua dhe vëllain erdhi falja. Nuk mund të mbaheshin më, sidomos fëmijët që vdisnin nga uria e sëmundjet. Bashkë me disa të mitur të tjerë të kampit, u larguam nga Porto Palermoja dhe për 3 ditë qëndruam në degën e punëve të brendshme të Imarës, derisa u gjet një makinë që na çoi në Tiranë. Një mik i familjes që na pa në oborin e policisë së rajonit, na mori në shtëpinë e tij dhe na nisi për në Shkodër, ku shkuam të banojmë te gjyshja. Ndërkohë që pjesa tjetër e familjes ishte në internim apo në burg, koleci me të vëllain jetonin tek gjyshja nga nëna në familjen Serreqi. I kishin shpëtuar ferrit të kampeve të përqendrimit, por sërish malli dhe meraku për familjarët në internim i gërryente çdo ditë. I vetmi kontakt që mund të kishin me ta ishte përmes letrave të shkurtra që shkëmbenin. Por kjo periudhë larg kampeve të internimit
i shërbeu kolecit fëmijë që t'i përkushtoi sa mundej shkollës dhe të hidhte aty hapat e parë drejt dijes, në një rrugë magjepsëse prej të cilës ai nuk do të largohej më kurrë. Në kujtimet e tij, Koleci e quan veten me fat që u lejua të vijonte mësimet në shkollën e mesme, një e drejtë që vëllait më të madh se ai i ishte mohuar. Por fal këtij momenti fatlum, ai do të vijonte me këmbëngulje të ecte në rrugën e dijes. Me mbarimin e shkollës së mesme, ai do të kishte mundësinë të punonte si mësues, edhe pse do të largohej shumë prej qytetit të tij të dashur Shkodrës dhe do t'i duhej të jepte mësim në fshatra malore të thella, ajo periudhë e jetës së tij si mësimdhënës do të ishte më mbreslëndsja. Në fillim ka qenë mësues në Kukës, pastaj pas disa vitësh u transferu në Dajç të Zatrimës. Nga fshati Dajç e morën në ushtar dhe kur u kthye nga ushtria, kërkoi të shkonte prapë në rrethin e Shkodrës. Ato nuk kishin vend dhe si përfundim ecën në Gramsh. Në portretin e Kolecit, ajo ndjenja e përvujtësisë dhe njeriut që nuk i jep asnjë lloj rëndësie vetes, po i jep më shumë rëndësi punës tij, ishte thelbësore. Domethënë, Koleci Topallit krijonte një impakt të drejtë për drejtë të një zotnie të vërtet, por në të njëjtën kohë, në kontakt me të, ti krijoi atë një lloj dashamirësie për atë thjeshtësinë me cilin ai arrinte të komunikonte me cilin do njeri, qoftë zakonshëm, por nganjëherë qoftë edhe i rëndonte. Dhe kjo ishte vlera e padiskutueshme e Kolecit, edhe që ka kontribute të jashtëzakonshme në edukimin e mjaft brezave në zonat rurale edhe në zonat e thella të Shqipërisë. Me të mbaruar shkollën e mesme, erdhi emërimi në punë, në rrethin e Kukësit. Në fillim u emërova në shkollën 7 vjeçare të fshatit Shëmri. Shkolla ishte buzruke, rreth 1 orë gjysmë me makinë nga qyteti i Kukësit, por rruga për në Shkodër ishte më shkurtër se nga Kukësi dhe kishte makina që lëviznin, pasi aty kishte edhe një punishte sharash për punimin e lëndës drusore. Nxënës kishte pak dhe ishin të sjellshëm. Ashtu si në shumë fshatra të tjerë, nuk kishte dritë elektrike. Në mbrëmje mblidheshim të gjithë mësuesit në një klasë e përgatiteshim për të nesërmen nën dritën e një kandili. Mbasi mbaroja punët e detyrueshme shkollore, lexoja ndonjë libër në italisht që e kisha marrë prej shtëpie. Një herë, pasi e konstatoi këtë gjë drejtori i shkollës, mu afrua e më tha: "Pse lexon në italisht? A nuk është më mirë të lexosh në rusisht?" Kjo më detyroi të ndroj taktik. Në dhomën ku flinim, në murin prej qerpiçi e gërqereje, hapa një si dritarës në vendin ku ishte dysheku im, prej nga mund të hynte drita e parë. Në mëngjeserët, kur të gjithë flinin, unë lexoja derisa zgjoheshin të tjerët. Por dhe kjo nuk shkoi shumë gjatë. Një shoku im nga Shkodra më tregoi se kishte parë në seksionin e arsimit një shkresë të ardhur nga drejtoria e shkollës ku shkruaj se këtë lexon libra në gjuhë të huaja borgjeze. Reagimi qej menjëhershëm, më erdhi transferimi për në fshatin Gostil, me të mbaruar viti i parë i punës. Erdhi transferimi i dytë, këtë radhë në shkollën 7 vjeçare të Krumës, rreth 6 orë larg Kukësit me këmbë. Në një fshat të vendosur në mes të bjeshkëve pranë Pashtrikut, pa rrugë makine, me asnjë qendër. Mundësit për të shkuar në Shkodër u paksuan sepse 4 ditë zgjaste vetëm udhëtimi vajtja ardhje. Isha më izoluar së më parë, se edhe lidhjet me qytetin e Kukësit ishin shumë më të pakta. Shkoja vetëm kur kishim ndonjë mbledhje. Në raste të tilla, bashkoheshim me grupin e fshatarëve që niseshin qemenat, varg, njëri pas tjetrit, dhe kapërcenim bjeshkët e larta të udhëhequr nga ata më me përvojë, që esin në përshtigjet në pyje, me një fener në dorë, të shoqëruar gjithnjë nga gjurmët e uqërve, për mbi borë dhe ulurimat e tyre. Koleci ishte nga mësuesit që vlerësohej shumë, korrekt shumë me nxënësit, i donte nxënësit, megjithëse ata ishin tepër të varfër nga familje shumë me vështirësi ekonomike. Ai ishte shumë korrekt në mësime, kërkues.
patjetër bënte ati jetën si I ri në moshë, atë kohën moshën e rinis, luante me nxënësit, luante futboll. I donte, I mbështeste, I përkthelte shumë, por në atë nxënës që vinin nga familje shumë të varfra, të veshur në një mënyrë për të ardhur keq, ai megjithatë I vlerësonte shumë, I donte shumë. Se një lloj marrëdhënie me nxënësit, po të njëjtat marrëdhënie ishte edhe me fshatarët e krajinës. Edhe fshatarët I shikonin me respekt shumë të arsimtari, mësuesi atje ishte diçka e veçantë, nderohej, respektohej.